Tani kështu, ansambli muzikor në Tetov nuk është pronë e asnjë politike. Nuk është, ajo është shpirti i qytetit dhe unë nuk besoj dhe jam i sigurt se asnjë njeri në planet nuk do të dëshironte që të shuaj një institucion muzikor. Kjo është domethënë diçka shumë që nuk bën sens në asnjë mënyrë. Unë pres që ky draft të hidhet poshtë ose të rishikohet për shumë arsye. Një ndër arsyet është sepse ky nuk përputhet me strategjitë europiane të zhvillimit të institucioneve. Kjo është numër 1. Domethënë këtu është komplet e paqartë se si mund një institucion nacional si është ansambli, i cili ka pavarësinë, ka vendim qeverie me të cilin është krijuar, të kalojë në një nivel tjetër, pra të vendohet të fuzionohet, pra të bashkohet me një institucion të karakterit Qendra për Kulturë Shifnit. Qendra për Kulturë është një qendër ku zhvillohen aktivitete të ndryshme artistike, nga ato amatore deri në profesioniste, po për shembull Qendra për Kulturë shfryzohet shpesh edhe për mitingje partijake, po ta themi kështu. Ndërsa ansambli muzikor është vlerë, është një institucion i cili duhet të jetë i veçantë dhe të mbrohet me çdo kusht nga secili njeri, nga secili qytetar i Republikës Maqedonisë, jo vetëm i Tetovës. Shihni, institucioni nacional, ansambli muzikor Tetov është institucion nacional ku aty domethënë është shpresë për çdo një muzicient nga Kumanova deri në Struk, i cili nuk e ka gjetë hapësirën e tij në institucionet si Opera e Baleti dhe Filharmonia e Maqedonisë, të cilët kanë kriteriume shumë të mëdha, ose shpesh janë edhe kanë qenë në të kaluarën edhe tendencios, të duhet ta themi edhe paragjikues ndaj artistëve tanë. Prandaj për shembull sot kemi një artist, po marr guximin ta them, një artist si Shkëlzem Bafqari, i cili është një profesor i thjeshtë i shkollës mesme të muzikës, një klavirist ose pianist kalibër, dhe jo vetëm ai, ne njohim edhe shumë muzician tjerë. Pra, politika në Republikën e Maqedonisë, politikanët shqiptar, po dhe jo vetëm, edhe ato maqedonas, nuk kanë asnjë lloj interesi as politik, as strategjik, as nuk është kulturë, as praktike europiane që të zhduket ose të fuzionohet një institucion i karakterit, një institucion kulturor, një ansambël që ka karakter të muzikës klasike. Domethënë, muzika është universale. Këto gjëra nuk besoj unë se një numër 50 të punësuarish do ta ngarkoj kanë aq shumë buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Pastaj neve nuk jemi në përgjithësi, artistët shqiptar nuk kanë kërkuar luksin, nuk kanë kërkuar asnjëherë vetura luksoze ose kushtet në përzyrat. Neve me vite mund t'ju them ka galeria, teatri i Tetovës funksionon në kushte rrethanore, për shembull të luksit të drejtorive. Pra, drejtorët shqiptarë ose drejtorët në përgjithësi në sferën e kulturës nuk kanë luksuzin që pretendon që do të kërkojnë në të ardhmen. Vetëm të dy institucionet të cilët kanë pasur më shumë buxhet gjatë gjithë kohës janë Filharmonia dhe Opera e Baletit. Këtu s'kemi asgjë kundër neve, ato janë në nivel tjetër, ndoshta edhe zhvillohen ndryshe dhe shihen ndryshe nga politika shtetërore, por ansambli i Tetovës është një ansambël si gjithë trupat artistike në një shtet ku të doja, ta marrim shembull në Çeki, hiç mos shkojmë më larg, të shkojmë në Serbi. Në Serbi ke 5-6 ansamble të tilla. Pra nuk e shoh të arsyeshme dhe për këtë gjë mendoj se çdo një politikan. Në këtë rast ndodhi që pas ka reaguar i nderuari zotri Halil Snopçe, që e ka lexuar draftin, se në përgjithësi edhe ju e dini politika edhe nuk interesohet edhe aq shumë për kulturën në përgjithësi. Flasim, të jemi sinqert, edhe politikanët maqedonas nuk ose komentojnë aq shumë zhvillimet politike, zhvillimet kulturore. Ato duhet janë me shërnajën e tyre të përditshme më të fokusuar. Absolut, do me thonë gjithsesi çdo njeri duhet të kuptoj se ansambli i Tetovës do të jetë një ansambël profesionist, i pamvarur dhe të zhvilloj muzikën profesionale
nacionale ashtu siç i ka hije, ashtu siç e kemi bërë deri tani, ku e keni një orkestër simfonike të formuar nga ansambli ynë, i cili tingëllon relativisht mirë dhe dha një energji dhe një koncert shumë të bukur. Për shembull, mund ja tani të them këtë, marr guximin të them këtë se ishte një moment shumë delikat ku ne në këtë koncert pam edhe lot në sy të qytetarëve të cilët erdhën ta dëgjojnë koncertin, sepse nuk ju kishte ndodhur në jetën e tyre të dëgjojnë suitën e Çezades për dedikuar Skënderbeut. E keni qartë. Domethënë, kjo mua më duket shumë e paarsyeshme, më duket tepër si temë diskutimi dhe kjo duhet të ndërpritet. Këtu duhet të sigurohen punësimet, duhet ky ansambël të funksionalizohet. Fuzionimi nuk e funksionalizon këtë institucion, vetëm se ja ul vlerën dhe ta kaloj pastaj mbas një kohe në grupe amatore të cilët do të performojnë aty, ndoshta do të marrin një rok të thjeshtë edhe kaq. Për fund, hapat që ju do ndërmerrni si artist, keni ndërmend të bëni një peticion, si ju ta ndiqni këtë çështje që të mos marr fund ky ansambël muzikor i Tetovës? Tani dashur pandi, këtu duhet t'ju them një gjë. Nga pozita e drejtorit, unë kam marrë të premten një kërkesë për të dhënë mendimin rreth këtij drafti. Absolutisht, ne bashkë me kolegun tim që është një ekonomist, po është një profesionist i mirë, ne do të përgatisim me kujdes përgjigjen tonë, të cila e kundërshton këtë lloj ideje. Do të shkojmë njerë me mundësit tona ligjore dhe profesionale deri në fund. Nuk mund të parashikoj reagimet e kolegëve të cilët ka 3 vite që kontribojnë aty edhe presin punësimin. Këtë nuk mund ta parashikoj se çfarë mund të bëjnë ata, mund të bëhet protest, mund të bëhet një ku ta di unë se çfarë të mendojnë ato. Megjithatë, në këtë moment gjithsesi përfaqësuesit tanë në Ministrinë e Kulturës. Ministri i Kulturës duhet të dalë dhe të jetë shumë i qartë dhe shumë i drejtë për drejtë me komunitetin dhe jo vetëm. Besoj se drafti i tij duhet të kalojë në parlament, ku do të jetë një debat publik. Nuk duhet asnjë artist në Republikën e Maqedonisë, bile edhe me mbështetje nga të gjithë artistët shqiptar që të lejojmë që kjo të kalojë kështu siç është. Në të kundërtën, unë mendoj se kjo do të jetë një shuarje në heshtje e institucionit, një institucioni si ky, dhe jo vetëm. Nëse marrim draftin, ka dhe institucione tjera të cilat nëse fuzionon unë si artist dhe si producent që vi nga sektori privat deri pak kohë më përpara, mendoj se kjo e dëmton artin, i dëmton institucionet, e ul vlerën e institucioneve nacionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.